Këtu në Minatori, kampioni aktuali Trepça po e pret Golden Eagle Yllin që si vjet po feston 50 vjetorin e themelimit në përballjen e Xhiros 4. Pas intonimit të himnit të Kosovës të dëgjojmë edhe himnin e flamurit. Thash edhe njerë në Minatori, Trepça e pret Yllin që po feston 50 vjetorin e themelimit, është kjo përballje Xhiros 4 të Pro Credit Superligës. Dueli dy skuadrave që përkundër aspiratave të mëdha si vjet nuk ka startuar mirë dhe pas 3 xhirove të para ka nga 1 fitore dhe 2 humbje, me që ka ndojnë pozitat 4-5-6 me Ravecin. Po e shofim edhe treshën e referve sot, kryesorin Artan Garshin me ndihmësit e tij Arjan Kurtalanin dhe Dren Pudarollin. Për Trepçën e cila për shkak rrethanave me zgjedhjet lokale të 3 ndeshjet e para të këtij edicioni kishte luajtur para publikut të vet në Minatori, është kjo ndeshja e 4 dhe shumë e rëndësishme pasi synon kthimin te fitoret pas një starti katastrofal dhe 6 humbjeve në 7 ndeshjet e para në të gjitha garat, kualifikimet për FIBA Champions League, 3 disfata në FIBA Europe Cup dhe 2 disfata në kuadër të Pro Credit Superligës nga rivalët direkt për titull Go Plus Pea dhe javën e kaluar në reprizën e finales 2025 nga Bashkimi, po këtu në Minatori. Fitoren e vetme Trepça shënoi kundër vllazënimit para 2 jave. Nga ana tjetër Golden Eagle Ylli, i cili po hyn në këtë edicion të 50 jubilar të ekzistimit me 2 humbje shumë të ngushta pas 2 shfaqjeve fantastike kundër Sigar Prishtinës dhe Go Plus Pes, dhe gjithashtu fitoren e vetme si vjet e ka shënu kundër kuqizinve të Gjakovës javën e kaluar dhe sonte synon të vazhdoj serinë e fitoreve. Aruz basketbollit në platformën tuaj dhe tonë Art Motion, ku do që jeni duke na shikun këto qaste, mirë se po vjeni në ndeshjen ku trajneri më i mirë në dekadën e fundit dhe njëri prej 2 top trajnerëve më të trofeshëm në histori të basketbollit kosovar, Adis Beqiragiçi, me djemtë e tij do të tentoj të këndellet nga humbja në mesjavë që e psoi nga Anvilli
Dhe përballë do ta ketë ish skuadrën e tij, me të cilën po ashtu ka bë histori, pra Golden Eagle Yllin, e udhëhequr nga trajneri i njohur dhe i respektuar greku Fotis Takianos, që dikur e ka udhëhequr Rahovecin. Menjëherë në fillim, po du me ju dhënë një detaj shumë interesant, i cili na kthen 4 vjet prapa tek dueli i parë dhe i vetëm ndërmjet të këtyre dy trajnerëve në fillim të edicionit 2021-22, kur Takianos kishte marrë timonin e skuadrës së Rahovecit. Po e shihni edhe ekipet në ekranin tuaj. Pra Beqiragiçi dhe Takianos janë taku vetëm një herë, dhe atë me 13 qershor të Suarekës, kurse fitore kishte shënuar Adisi me ish skuadrën e tij Yllin, që sot e udhëheq pikërisht Takianos, dhe ajo disfati kishte kushtuar me shkputje kontrate me vreshtarët, pasi Takianos një herësh kishte shënuar edhe këndellin e plot pas një starti katastrofal të Yllit, aso kohë mbrojtësi të titullit të kampionit të Superligës 2021. Po ju rifreskoj kujtesën me një margaritar nga sirtari pasur i asistit, emisionit parë dhe vetëm në historitë basketbollit ton, dedikuar ekskluzivisht basketbollit, pra me 13 tetor 2021. Në Suarek, aso kohë mbrojtësi titullit të kampionit, Golden Eagle Ylli udhëhequr nga ky njeri, Adis Beqiragiçi, në kuadër të Xhiros së 6 të aso kohë Art Motion Superligës, kishte mposhtur Rahovecin e udhëhequr nga Fotis Takianos me rezultat 89-77, dhe kështu, pas startit katastrofal ku mbrojtjen e titullit e fitoi me 3 humbje rresht, kampioni në fuqi aso kohë Golden Eagle Ylli ishte këndellur plotësisht dhe kishte regjistruar dhe fitoren e 3 rresht, ndërsa për Rahovecin kishte qenë ajo disfata e 5 pas 6 xhirove dhe fundi i aventurës së Takianosit me vreshtarët. Sa për kuriozitetin tuaj, e gjithë pesha startuese e Yllit në atë ndeshje kishte shkëlqyer, ndërsa më të mirët kishin qenë treshja reprezentuese Erion Kastrati, që përpaksa nuk kishte shënuar triple-double aso kohë, Tmushiqi dhe Gzimorina, ishte kjo atëherë, ndërkohë trajneri Beqiragiçi pasi bëri histori me Yllin dhe i solli 4 trofe, 2 titullet kampionit të Kosovës, titullin kampion Ligës Unike dhe kupën barkumtare shqiptare, u transferua te Trepça së bashku me Tmushiqin dhe Erion Kastratin, i cili t'ju rikujtoj ka qenë MVP i Superligës në edicionin 2021, dhe si vjet, pas 3 viteve të kaluara në Minatori, u rikthye te Ylli, me të cilin fitoi 4 trofet e parë në Kosovë, para se të vazhdonte me 9 trofe tjerë të fituar me Trepçën. Pra Erioni ka fituar 2 titull kampioni, 3 kupa, 2 superkupa, 1 ligë unike dhe 1 superkup mbarkombëtare me Trepçën, e pas 3 viteve përsëri u kthye në Suarek. Por sonte në rikthimin e tij në Minatori, Erioni nuk do të luaj pasi është i lënduar dhe trajneri Takianos nuk do të mund të llogarisë në të. Pra, po e ripërsëris, kjo sonte është përballja e dytë direkte midis Beqiragiçit dhe Takianosit në përgjithësi, dhe e para pas plot 4 viteve e 3 javëve. Ja të shohim edhe peshe startuese sonte: Payne, Arslanagiçi, Hajrizi, Jones dhe Brown. Ndërsa në anën tjetër për Golden Eagle Yllin do startojnë kapiteni Morina, Çallaku, Hoffman, Thomas dhe Trevon Allen. T'ju theksoj se përveç Erion Kastratit, i cili po mungon sonte tek Golden Eagle Ylli, te Trepça mungon edhe Mikajle Tmushiqi, i cili e lëndoi krahun shumë keq në atë ndeshjen kundër Anvillit të mërkurën, dhe do të mungoj, sipas informatave që kemi, edhe në ndeshjen kundër PAOK-ut, ja ku e kemi Mikajle Tmushiqin aty. Të shohim nëse do të arrijë që të shërohet dhe të përgatitet për ndeshjen e të mërkurës. Çdo gjë e gatshme për fillimin e këtij dueli. Paraprakisht në Prizren u zhvillua derbi Bashkimi Sigal-Prishtina, dueli dy skuadrave të pamposhtura. Bashkimi nën kampioni mbeti i pamposhtur edhe pas 4 xhirove, ndërsa Sigal-Prishtina psoi disfatën e parë atje nën kosh për mrekulli në thellësi. Hoffman me pikët e para me ngulitje për epërsinë e parë të Golden Eagle Yllit. Driloni me Arjanin në anën tjetër i vetëm, çfarë pasimi bukur i Drilonit.
asiston për mrekulli Driloni, e ka vizionin, Gjekory Payne nuk ja qën huq, edhe me treshe për e përsin e partë të Mitrovicasve. 106-88 rezultati i duelit në Sezai Suroj, Visvat e thellë e Sigal Prishtinës. Opa, faul është kë i Chad Brownit. Dueli i lojtarve me gjatësi gati identike, 208 cm Hoffman, 27 vjeçari, 206 cm Chad Brown. Herën e parë realizon Chandra Hoffman, i cili ka një efikasitet prej vetëm 47% nga vija gjuajtjeve të lira, por sonte i qëllon të 2 gjuajtjet e lira për të rikthyer përsin minimale. Arslan Agishi, Payne, shumë i shpejt sonte. Nuk ka funksionuar si vjet, nuk janë komponuar ashtu si duhet në fillim të këtij edicioni lojtarët e Trepçës definitivisht, pra këte shofin, opa. Topi i humbur, edhe pse Fotis Takianos thot se aty ishte faul. Po ati kontakt ka të drejt trajneri Fotis Takianos, edhe pse ndoshta nuk ishte direkt në dorë, nejse referi Gashi ishte aty afër e pa. Payne, pick and roll me Brownin. Tani kësaj radhe për Drilonin, por Driloni nuk gjuan. Edhe 5 sekonda, Payne depërton, gjuan, topi hyn e del. E përsëri duelin mes të dy shtatlartëve e fiton Hoffman, është ky kërcimi i tij i dytë. Pick and roll i mirë i Hoffmanit, opa, ishte i tërhekur për fanelin nga Arslan Agishi, atje Larry Thomas u befasu, që nuk pati faul. Loja vazhdon Payne për Arslan Agishin, depërton derën në fund, kjo është faul. Realizon Adnan Arslan Agishi, bukur atje, e ndali me faul, por i fuqishëm atje nuk dorëzohet, shkon derën në fund për 5-4 plus një gjuajtje të lirë. Adnan Arslan Agishi, i cili ka një mesatare prej 9 pikëve, 3 asistimeve dhe 2 kërcimeve për Trepçën në 3 duelet e zhvilluara deri tash. Mesatarisht luan ka 21 minuta Arslan Agish për këto statistika. Thomas, sa bukur prapa shpinës, tenton gëzimi, zakonisht qëllon me të parën, sonte jo. 2 minuta e gjysmë loj kaluan në Minatori, ndeshja e dytë e gjirës së 4. Atje Sean Jones, ish reprezentu i Kosovës, i cili shkëlqeu të mërkurën brëma, ishte vetmja figure ndryshme në disvatën e Trepçës. Larry Thomas për Gzim Orinan, i cili huqë edhe tentimin e tij të dytë për 3 pikë. Fauli Arjanit ndaj Payne-it. 2 faula ndaj Payne-it. Gjekory Payne me atë treshe dhe Arslan Agishi. Atë 2 pikësh për 5 pikët, edhe njerë Payne, tenton, nuk realizon, por nga plani i dytë atje fluturon dhe engulit Chad Brown për pikët e tij të para dhe përsin më të lartë të Trepçës deri tash Trevon Allen, figura qendrore Golden Eagle yllit, i pandalshëm kur niset në aksion, afron rezultatin 7-6. Trevon Allen, pikët e para të tij, ylli kryesori Golden Eagle yllit, me mesatare prej 19 pikëve, 5 kërcimeve dhe 3 asistimeve, një top i vjedhur. Po, e ka dhe minutazhën, mesatare për 37 minutave, që ka shumë është shumë, por Takianos llogaritën të lufton atje
Chad Brown me më në fund atje Hoffman e merr Trevon Allen. Shumë po e mban topin, po vendos atje që të shkon lojë 1-1. Është më i fuqishëm natyrisht Trevon Allen se sa Jackory Payne, 8 cm më i gjatë dhe më i fuqishëm. E shfrytëzon këtë për të rikthyer përsin minimale. Lufton atje Gzi Morina, Trevon Allen me Arjan Çallakun, depërton deri në fund. Dhe përsëri për mrekulli Allen Arjani dhe Brandon Hoffman me ngulitje për 17 përsia më e lartë tani. E Golden Eagle yllit prej -3 në +3, një miniseri prej 6-0. E mysafirve Drilon Hajrizi për treshe. E barazon atëhere kur skuadrës së tij i duhet. Ikona e basketbollit Mitrovicës, definitivisht Drilon Hajrizi, jo prej basketbollistëve më të mirë të gjitha kohëve, më i trofeshmi. Opa, në anën tjetër Trevon Allen me 2 pikësh për 12-10, vazhdimisht po ndryshon anë e përsia. Arsanagic tenton deri në fund, depërton edhe rezultatin 12-12 e barazon. 4 pikë të Arsanagicit, tani më efikasit tek trepsha. Larry Thomas ndalet në mënyrë të paliuar nga Adnani. Tregon referi Pudarolli. Endrit Elshani atje i ndihmon trenerit Fotis Takianos. Amzillin e kemi për herë të parë sonte. Të shohim nëse do të vazhdoj me formën e tij të mirë. Edhe Mustafa Amzilli pati një pjesë të parë fantastike, e mbajti vetëm i gjallë trepshën kundër Anvillit në pjesën e parë. E dim se në çerekun e fundit trepsha hyri me vetëm -2 pikëve, mirë, po në çerekun e katërt i alshoi takati. Luftojnë Sean Jones dhe Hoffman. Buzqesh atje pak. Sean Jones natyrisht e ka përvojën, 33 vjeçari. Bukur atje pick and roll me Adnan Arsanagicin. Amzilli i krijon hapësin dhe një miniseri prej 5-0 përgjigjet Trepqa me atë treshën e Drilonit dhe këtë shënim Arsanagic për Sean Jonesin. Lovre Bashic do të inkuadrohet në lojë, i fundit me top ka luajtur Sean Jones. 30 vjeçari nga Kroacia, erdhi nga Zaboku. Larry Thomas ullet për të pushuar, 14-12. Seri prej tashmë 7-0 e Trepqës. Amzilli me Morinën. Bukur hapët atje, po vonohen. Russell u vonoha kësaj radhe. Po vonohen shumë në ato pasime. Russell tenton gjuan për 3 pikë. Katastrofal është Cedric Russell. Ka një efikasitet prej vetëm 18% për 2 pikë. Dueli 2 veteranëve reprezentuesve Morinës dhe Hajrizit. Në anën tjetër realizon për 16-12, shkon seria në 9-0. Lis Shoshi bëhet gati për të inkuadruar në lojë. Edhe Joe Reese, ky lojtarët 7 lart. Brandon Hoffman largohet nga loja. 6 pike, 6 kërcime, fenomenal, e meritoj pushimin. Nga 7 minuta loj, aja dhe Gzi Morina. 2 asistime të Gzimit, edhe pse i huqi ato 2 treshet. Tentim tani i Bashicit. Kundërsun
Në anën tjetër, Russell është i vetmuar, por Arslan Agishi tenton për 3 pikë me njerë, posa hyri në loj, Lisi me kërcim. Bashic për Allenin. Luan 1-1 atje Allen. Bukur mbrojtje mire Russellit, po e komplikon shumë vetjak është Trevon Allen. Po më duket që po mendon vetëm për statistikat e tij. Sean Jones, bukur atje, asistimi Arslan Agishit për 18 me 12, një seri prej 11 me 0 nga -3 në +6. Ishte pikrish Drelon Hajrizi, a i cili me atë treshën e ti e nisi serin prej 11 me 0, me të cilën Trepça realizoje dhe e përsin më të thellë deri tash. Ishte pikrisht qendra Brandon Hoffman, a i cili me ngulitje në asistim të Arjan Qallakut realizoje përsin më të lartë të yllit prej 3 pikëve, 7 me 10, e më pas Drelon Hajrizi e vazhdoj me treshën, para se Arslan Agishi të realizon të 4 pikë rresht, ato 2 deportimet e ti, e më pas Arslan Agishi asistoje edhe për Cedric Russellin, përsa krejt në fund për sëri ishte Adnan Arslan Agishi, i cili asistoj për Sean Jonesin, ish reprezentuesin e Kosovës, ish lojtarin e Anvillit dhe MVP në Ligës, Superligës Polake, në edicionin 2021-22, i cili u ndesh me ish skuadrën e tij gjatë mesjavës. Pra Sean Jones realizoi atë 2 pikshin me gjuajtje nga gjysmë distanca për e përsin më të lartë prej 18 me 12, ja Lisi dhe Sean Jones, bashkëlojtar në përfaqësuesën e Kosovës. Lovre Bashic me Arslan Agishin. Ka luajtur njëri kundër tjetrit. Sa bukur! Çfarë asistimi në thellësi dhe çfarë ngulitje nga Joe Risi për mrekulli atje, të gjithë fjetën i la në gjumë, ndërsa Ris e shfrytëzoi këtë asistim fenomenal të Lovre Bashicit. Një duel i bukur mes të Bashicit dhe Arslan Agishit. Tenton atje për 3 pikë Cedric Russell, e huq mirë, po dhe përmirëson me kërcim në sulm, edhe drejt në duar të Lovre Bashicit topi. Personale, a ishte me qëllim apo jo? Edhe një herë fantastik Lovre Bashic me këte asistim në thellësi për alley-oop me Joe Risin. Do të rishikohet kjo situatë, nëse ishte faul jo sportiv apo jo. Është personale me jo sportive, jo me qëllim, është personale jo sportive. Adnan Arslan Agishit e tërheq për me pushu batën tuna në loj. Lovre Bashic do të ketë gjuajtjet e lira. Me të vërtet loj fenomenale sonte në start në këto 8 minuta e 40 sekundat e para nga Arslan Agishi. 6 pik,
3 asistime, po i shkaktu edhe 2 faula, një prej tyre jo sportiv. 3-3 për 2 pikë. Mirë po huqi një gjuajtje të lirë dhe një treshe Arslan Agishi, po t'i realizonte edhe ato, do të kishte pikë 2 shifrore, 18 me 15. Realizoj një gjuajtje të lirë Bashic, pick and roll me Risin, shpejt shkon topit të Trevon Allen, i cili bombardon dhe rezultatin në 18 me 18 e barazon. Trevon Allen me treshen e ti të parë sonte, 9 pik të Trevon Allenit. Përgjigjet ylli me një seri prej 6-0 personale. E lojtarit me numër 4, kroatit Bashic. Asnjëra prej skuadrave nuk ka plotësuar bonusin, rivohet topi, kemi hyrë në 52 sekondat e fundit. Payne është kthyer në lojë dhe me të parën aty, posa hyrë në lojë në kontaktin e parë, rikthën e përsin minimale të Trepçës. Bashic dhe sa bukur Bashici e dërgoi atje në anën e majt. Pasoi te Rees, por ky nuk e shfrytzoi situatën. E tani po luan me 2 playmakera Adisi, me Jacori Payne dhe Russellin. Payne është tërhequr në pozitën e fundorit. Amzil dhe Trevon Allen. Mbrojtje fenomenale, e dy fishojnë atje, Lovre Bashic dhe Trevon Allen. Në fakt e pat Lovre Bashici se si u tërhoq prapa për me ndihmu Trevon Allenit në këte mismatch. Kishte mbetur, ja shikoni, kishte mbetur në ndrimi gabueshëm Allen në Amzilin. 20 cm dallimi kanë. Mirë po mendimën e Bashicit, mbrojtje e mirë, kërkon atje blok. Tek Gzimorina dhe mbetet 20 me 18. Kërkon atje Lovre Bashici nga Trevon Alleni, që s'ka të drejt Fotis Takianos që po bëhet nervoz. S'ka faj Lovre Bashici që po nevrikoset në kritikat e Fotis Takianosit, sepse ishte Trevon Allen ai i cili nuk e përcolli aksionin si duhet, dhe e bëri që Lovre Bashic të gjuaj nga 8-9 metra, si do qoftë po i shihni, pra një treshe e yllit nga 5 cm, 2 treshe të Trepçës nga 6 cm. Paka shumë kanë shkojnë me reklamat. Ajden qa, kom vendosur me ndru tekstin këngës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape llogarin ti këtu, ngam ti mu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O heq breski nevoj për këtë punë bankë me shku? Ngam ti mu. Banka ProCredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Rikthehemi me pamjen Minatorin. 20 me 18 është kjo ndeshja e dytë e Xhiros së 4 këtë të shtune, pas krye ndeshjes derbit i cili u zhvilluan në Sezai Suroj dhe përfundoi
Para kësaj ndeshje 106-88 fitore e Bashkimit, i cili mbetet pra nën kampioni, është aktualisht lideri pamposhtur në Pro Credit Super League. Dueli i dy skuadrave të pamposhtura deri këtë xhiro. Prishtina pësoj disfatin e parë, Bashkimi mbetet 4-0, ndërsa kjo është ndeshjen mes të dy skuadrave të cilat kanë hyrë me aspirata të mëdha këtë edicion. Amzili deporton dhe realizon. Hamendet topi atje, atë hyna mos hyn. 22-18. Pikët e para të Amzilit në këtë duel. Thash edhe Ylli dhe Trepça këtë edicion hyn me aspirata të mëdha, mirë po në 3 xhirot e para ka nga vetëm një fitore edhe nga 2 humbje. Atje të reagon të referi Kurtalani, Fotis Takianos kërkon kosh faul. Pati kontaktën të drejtën aty. Payne për Russellin, shpejt lëviz topi Tuna, i cili hyri pak më herët. Dardan Kapiti për herë të parë në lojë. Rees luftojnë atje. Artangashi, vendim për kthim të topit prapa. Ja, atje Fotis Takianos thot se ishte i shtyr dhe me të vërtet ishte i shtyr nga Dardan Kapiti. Ka të drejt Fotis Takianos, i lutet aty referit Arjan Kurtalanit që të ketë kujdes se ishte faul. Pati kontakt dhe pati të drejt Takianos. Sidoqoftë, pa personale e Bashicit. Adisi kërkon personale jo sportive. Lojtari me numër 4, pra Lovre. Kërkon Adisi atje, pse s'po e shikon edhe këtë situatë. Artangashi po i përgjigjet Adisit që ishte Fotis Takianos ai i cili e sfidoi vendimin dhe pyetja apo don me sfidu. Ja. Ishte kjo situatë dhe ky faul i Bashicit, i cili ulet në bank në vend të tij. Në teren kthehet Larry Thomas. Luftë e madhe atje dhe Thomas pikrisht i cili hyri në lojë me kërcim në mbrojtje. U kthye në Kosovë pas aventurës tek Pea. Larry Thomas u kthye tek Golden Eagle Ylli nga Izraeli, nga skuadra Ashkelon. Trevon Allen, të cilin e solli Fotis Takianos nga Greqia, depërton, realizon dhe rezultatin në 22-22 e barazon. Një mini seri prej 0-4 në start të çerekut të dytë e Golden Eagle Yllit. Tuna për Kapitin. Fton atje Arjan Çallaku nga prapa. Menshëm atje vjen edhe ja vjedh topin. Edhe një herë të shohim. E time out kërkon Adis Beqiragiqi. Nuk e pa mirë, nuk ishte i vendosur si duhet Kurtalani, nuk e pa mirë, reagoi referi kryesor Gashi dhe përmirësoi këtë vendimin. Vendimi drejt i referit kryesor Gashi për të rikthyer topin për skuadrën vendase, pasi që ishte Arjan Çallaku ai i cili në mënyrë shumë të mençur erdhi nga prapa dhe kur Dardani Kapiti ishte i kthyer me shpinë dhe duke luftuar, ja dëboj topin, deshit ja vedh, por vetëm shkurtazi e dëboj. Tashmë me 13 pikë nga 22 te Golden Eagle Ylli, më efikasi është Trevon Allen, ka një efikasitet të hatashëm, pra
vetëm një ujë. 7-6 është nga loja. 6-5 për dyshe. Një treshe tentuar pak më herët edhe atë e realizoi. 13 pikë dhe një kërcim, edhe pse i ka humbur 2 topa. 6 pikë i ka qendra Hoffman, Brandon Hoffman. 6 pikë, 6 kërcime. Luajti vetëm 7 minuta dhe nuk është duke e inkuadruar në lojë më Fotis Stakianos, nuk e di arsyen pse. Pra Allen dhe Hoffman 19 nga 22 pikët e mysafirëve. Në anën tjetër e pa Arslan Agishin, figura qendrore të Trepça me 6 pikë 3 asistime. Payne 5 pikë 2 kërcime. I vjedhur atje Liz Shoshi për Trevon Allenin, i cili depërton, por ufa, çfarë blokade e Dardan Kapitit për mrekulli. Atje e blokoi. Edhe topin e blokuar për paksa nuk e zuri në ajër. Ja ta shohim, Lisi luftoi, Trevon Allen deportoi. Shikoni këtu për mrekulli, por prapa në tabel. Aksioni bukur, mirë, po në anën tjetër. Asistim fantastik i Tomasit për Liz Shoshin dhe epërsin e par pas 7 minutave loj përsëri tek Golden Eagle Ylli. Vazhdon seria 0-6, asnjë pikë realizuar në këto 2 minuta e gjysmë të Trepçës. Arjan Çallaku e pranon faullin, u dëgjua. Buzqesh Arjani, simpatik. U dëgjua dhe këtu te unë. Ja dhe njëherë për mrekulli atje. Skafaj Adis Beqiragici që po jedrohet, batën tuna mbeti brapa, nuk e pengoj, nuk e ndihmoj Dardanin. Ese Lisi bukur e shfrytëzoi asistimin e Larry Thomasit për pikët e tij të para. 2 pikë 2 kërcime. Amzili me vërtet e ka bukur atje. Liz Shoshi e dëbon. Amzili shumë i shpejt edhe teknik fantastik për 207 cm e tij. Arjan Çallaku me tentim për 3 pikë nuk realizon. Luftojnë atje Allen dhe Shoshi. Në diagonale Payne nuk e pa Trilon Hajrizin. Sean Jones për Russellin, por s'ka problem. Jepja topin Russellit në treshe dhe veç le vetëm shansa nuk ka me qëllu treshen. Do të thotë përqindja ati për 3 pikë nga 18% në këtë edicion, sa i pati tani ka ra në 12. Trevon Allen realizon për 22-26. 3 minuta gjysmë, s'ka pikë për Trepçën, vazhdon seria prej 8-0 e Golden Eagle Yllit, dhe kjo është e përsia më e lartë deri tash, +4. Trilon Hajrizi tenton kësaj radhe, nuk realizon treshe kur barazoi pak më herët. Arjan Çallaku, sa bukur, megjithatë faul pas ka qenë. Reagon atje Arjan Çallaku. Pse nuk e referun? Po, duhet edhe lojtarët edhe trenerat të din që si vjet në FIBA, si pas vendimit të FIBA-s, referët kanë të drejtë që të vonohen pak në referim, të jenë të sigurt në atë që e gjykojnë. Nga njëherë dalin edhe 1 sekond e gjysmë. Kjo ka pak po shkakton nervoz të lojtarët dhe trajnerët duke menduar se nuk po referohet faulli. Ky është një rast i tillë, herën e parë Arjani e huq gjuajtjen e lirë. Realizon të parën, për herë të parë sonte në loj Altin Shala. 21 vjeçari Alo Fundori, 196 cm Altin Shala. Amzili, shikoni këtë teknik, po sa u inkuadrua në loj, shkakton personale Shala. me 27, seri prej 9-0. Seria më e lartë është ajo e Trepçës 11-0. Driloni me tabel.
Lufton atje, Amzili e fiton topin, ja vjedh nga duart Liz Shoshit. Arslan Agishi është kthyer në parket. Sean Jones në pozitën e postit ul dhe faul atje i Larry Thomasit natyrisht. Larry Thomas 188, Sean Jones 204. Një mismatch dhe faul i Larryt. U vanua atje Reese që të ndrojnë lojtarët. Zimi i thot Larryt, ki kujdes, mos shka këto faul. Lovre Bashic i ka 3 personale, 2 i ka dhe në fakt 1 e ka Larry Thomas. Sean Jones të parën e huqi, të dytën e dërgoj të vendi për të realizuar pikën e parë pas 4 minuta e 20 sekonda loj. Thomas pick and roll i mirë, por u vanua atje Lisi, bukur e bëri dhe hyri. Shala gaboj i rëshqiti topi për mrekulli Altini atje. Deportoj, e shfrytëzoi hapësinën. Mirë po i rëshqiti topi Payne. Reese dhe Sean Jones. Driloni, mbrojtje zonale tani, përsëri një mismatch. Dhe përsëri është Larry Thomas ai i cili po mbetet në lojtarin e Trevon Allen ka shkaktuar faul. Vrejtja parë për bankën e Golden Eagle Yllit. Endrit Elshani u ngrit në këmbë dhe reagoi, tha nuk i kriter të njëjtë, nëse në një anë nuk po e referon faul, pse po e referon anën tjetër, dhe për këtë bankës Golden Eagle Yllit i vjen vrejtja e parë, e rënashme do të ndëshkohet me teknike. Hamendet topi atë hyna mos hyn. Payne realizon dhe është kjo pika e 6 e tij. Barazohet me Arslan Agishin. E tani 7 pikë të Jackory Payne'it për të afruar rezultatin në 25 me 27. Të gjitha pikët e Trepqës në këtë çerek të dytë. 3 pikë vijnë nga vijagjuajtjeve të lira të trijat. Jones dhe Payne. Jones parës 1 pikë, dhe Payne tani 2 gjuajtje të lira. Reese për Trevon Allenin, përsëri Payne dhe Allen do të luajnë 1-1. Faul i Jackory Payne'it. Kërkon kontaktin atje, me të vërtetë është shumë i papërshtatshëm Trevon Allen dhe sidomos duke marrë parasysh se ka përparësi ndaj Jackory Payne'it. 2 herë është duke ja bërë të njëjtën gjë, po e kërkon topin atje nga Reese. Bukur e pa. Ky është aksioni bukur. Lisi u mbyll nga Sean Jonesi. Çfarë rolli? Çfarë koshi, çfarë aksioni. I Arjan Shallaku të edhe gëzohet, s'ka faj. Aksioni më i bukur deri tash sonte. Një rolling i tij fantastik nën kosh. Pivot dhe nga ana e kundërt të tabelës realizon Amzili për Sean Jonesin. Me tabel nuk realizon edhe njëherë Arjan Shallaku në këto qaste. Po lufton Arjani me të vërtet për mrekulli edhe 4 minuta deri në fund pjesë së parë. Larry Thomas treshën të thonë nuk e realizon Amzil, kërcen në mbrojtje. Faul i Trevon Allenit. Fotis Takianos shmendet me këtë faul, shumë palidhje në anën tjetër të panevojshëm. Sidomos nga Trevon Alleni. Është kjo personalja e dytë, 25 me 29. Përsëri na vjen gjuajtjeve të lira Payne dhe përsëri të parën kështu disi si me hamendje e realizon 26 me 29. Është pika e 8 e Payne'it.
pika e 9. Identik si kurse pak më heret 4 pike i realizon Jackery Payne. Të gjitha nga vija gjuajtjeve të lira për të afruar rezultatin në 27-29 përsëri. Anën tjetër Trevon Allen, figura qendrore e yllit me 15 pikë, shkaktoi personalin e dytë, shumë pa lidhje dhe pa nevojë. Larry Thomas për Reesin, i cili depërton atje, dalet në mënyrë të paliuar nga Sean Jonesi. Do të jenë 2 gjuajtje të lira. E pa atje korridorin, u vonua në mbrojtje Sean Jones, e kërkoi edhe kontaktin Joe Reesi, i cili erdhi nga Austria, nga Gmunden. Ja, në ekranet e juaja regjia e jon po e fokuson atje Brandon Hoffmanin. Me të vërtet nuk e di nëse është lënduar apo çka është në pyetje, pse Hoffman nuk është në lojë. Startojnë në mënyrë perfekte atje, ja pranë Rionit, me 6 pike, 6 kërcime. Brandon Hoffman luajti vetëm 7 minuta 9 sekonda. Shumë dominues brenda, sidoqoftë. Këtë punë më së miri edhe në trajneri mirënjohur grek Fotis Takianos, i cili e nxjerr pak Trevon Allenin që të pushon. E në lojë rikthen përsëri Altin Shalën. Mirë është kjo që Takianos po e inkuadron Altinin, 21 vjeçarin. Ufa, sa bukur atje, Lisi zgjatët dhe e vjedh te top. E ndërprejnë pasimin. Thomas pick and roll me Lisin. Aksion fenomenal. Time out ka kërkuar Adis Beqiragishi. 27-31. Me të vërtet shpresoj që regjia të na përsërit edhe një herë aksionin e fundit prej mbrojtjes, ku Lisi e ndërpreu atë sulm dhe me pasi sikurse nga dora cakët se si shkoi në kundër sulm dhe realizoi. Ja pra, ky është aksioni, shikoni. Lisi e ndërpren Arjan Çollaku në kundër sulm, në vertikale, pick and roll, hapët, pick and pop, hapët dhe për mrekulli me Larry Thomasin bashkëpunojnë. Mbrojtje e dobët, vonohet atje në mbrojtje Chet Brown. Shikoni, edhe Arslan Agishi nga atje për me e ndjek Thomasin, ndërsa Chet Brown as nuk e ndihmoi Arslan Agishin, as nuk e mbrojti prapa Liz Shoshin, dhe i lejoi asistimin fantastik Larry Thomasit për 4 pike përsi. 27-31 ishte kjo pika e pikët e para të Liz Shoshit, 2 pikë, ka 2 kërcime dhe 1 top të vjedhur në po këtë aksion Lisi, ndërsa me 15 pikë të realizuara. Figur kryesore në parket në përgjithësi në pjesën e parë mbetet Trevon Allen, 9 pikë ka pikërisht ky njeri, Jackery Payne, ka dhe 2 kërcime, por edhe një top të humbur. Megjithatë, mos harrojmë ta përmendim që veç për 7 minuta Brandon Hoffman ka realizuar 6 pike, 6 kërcime, por nuk po inkuadron më në lojë Takianos, me të vërtet nuk e di pse. Opa, topi duhet të jetë për Skafaj. Skafaj Adis Beqiragishi, po çmendet. Skafaj. Ja, Takianos atje e thirr Trevon Allenin, por ai po flan, po e shikon lojën edhe tash i thot jo, qua dhe ulu. Herën ashme më shikon si duhet me kohë, me njëherë deshta ndrim, por u vonove Larry Thomas nga këto pozita ditë që lën dhe e bën këte për treshe dhe e përsin më të lartë. 27-36. 9 pike përsi në këtë qere ka dhurues të basketbollit, deri tash 18 pikë. Dhe në anën tjetër depërton dhe realizon për 38-27, e përsia më e lartë, 2 shifrore për 11 pikëve Golden Eagle yllit. Kemi përsëri një seri prej 9-0, 2 seri prej 9-0 të Golden Eagle yllit në këtë qerek, edhe një top i humbur.
Edhe një mbrojtje e mire Arjan Çallakut, me të vërtet me hyrjen e Arjanit sonte, lojë shkëlqyeshme e Arjan Çallakut. Trevon Allen rikthehet në lojë. Ja, edhe një herë Arjani e vjedh topin për mrekulli, ik në kundërsulm. 2 topa të vjedhur të Arjanit, i cili i ka edhe 5 pikë. Driloni është duke qaluar pak ashtu. Batën Tuna do të inkuadrohet në lojë vend të Adnan Arslan Agishit dhe Russell në vend të Sean Jonesit. Tani mbrojtje zonale. Kemi hyrë në 2 minutat e fundit edhe 4 sekonda. Larry Thomas mbetet i vetmuar, tenton mirë po nuk realizon. 27-38 Payne për Drilonin, i cili mbetet i vetmuar, tenton nuk realizon. Russell me edhe një kërcim dhe kërkon përsëritjen. Fotis Takianos shumë simpatik, e bën ekranin jo të vogël. Përsëritja po e bën kozhat madhe si ato mega televizionet si plazma të mëdha. Do të kemi ripërsëritje. Mire ka pa Fotis Takianos, e përmirëson, sfide suksesshme, nuk ju desh referve edhe shumë gatë që ta rishikojnë, një herë rishikuan dhe vendosën. 20-7 adhurues të basketbollit. Në këto 8 minuta e gjysmë të zhvilluara në çerekun e dytë, vetëm 7 pikë të Trepçës dhe ato 5 kanë ardhur nga vija gjuajtjeve të lira. Vetëm një shënim nga loja. Shumë topa të humbur në këtë çerek, 6. Në çerekun e parë patëm vetëm 2. Arjan Çallaku deporton edhe njerë me rolling, me hap prapa. Sonte i zjarrt ka shpërthyer Arjan Çallaku për 27-40. Fenomenal është Arjani. 7 pikë të ti, 2 topa të vjedhur, 2 asistime. Tenton Batën Tuna prej 10 metra atje pusqesh atje Tuna me Çallakun folin. Njoni me tjetrin 30-40 në qaste shumë të rëndësishme për Trepçën. Vjen ky 3 pikësh plus 13 ishte përsia më e lartë. Seri prej 12-0 e mysafirve. Shala përsëri, Altin Shala do të inkuadrohet në lojë. Larry Thomasin e pushon Fotis Takianos për arsye se i ka 2 personale, nuk dëshiron të rrezikon faullin e tretë të Larry Thomasit. Përvoja bën vetën me të vërtet vendim i drejtë i tij, po e mban në lojë tani Trevon Allenin, i cili po ashtu ka 2 personale. Lis Shoshi me Gjakuri Penin, po shikoni mbrojtjen e Lisit atje. E pengon, ja hub koshin komplet krejt. Arjan Çallaku për paksa nuk realizoi. Edhe pjesa e pare e duelit përmbyllet me 40-30. Nëse të Golden Eagle Ylli, Trevon Allen ka qenë figura qendrore në çerekun e parë dhe fillim të çerekut të dytë, me 15 pikë, pa dyshim se duhet lavdruar lojën fenomenale të Arjan Çallakut, i cili shpërtheu në çerekun e dytë me 7 pikë, 2 topa të vjedhur, 1 asistim dhe 1 kërcim. Loja ati sidomos në mbrojtje ishte jashtëzakonshme, i dha ritëm mirë, po edhe me ato ndërprerjet e topave, ndihmën në mbrojtje të cilën e bëri Arjan Çallaku sonte, ishte figura e dytë më e ndryshme të Golden Eagle Ylli mas Trevon Allenit. Natyrisht mos ta harrojmë edhe Lis Shoshin,
i cili dominojnë në trapez, 4 pik, 2 kërcime dhe 2 topa të vjedhur nga Lisi. Në anën tjetër, Jackery Payne me 9 pik dhe Arslan Agishi me 6 pik dhe 3 asistime ishin në mesin e lojtarëve të cilët u dalluan shumë topa të humbur në çerekun e dytë i pati Trepça. Duhet thënë se 5 minuta e 40 sekonda, 4 minuta e 20 sekonda loj, pra nuk shënoi asnjë pikë të vetme në çerekun e dytë Trepça. Ishte gjuajtja e lirë, gjuajtja e parë e lirë për 23-27, mirë po më pas pra e patëm edhe një seri fantastike prej 12-0 të Golden Eagle Lullit, i cili u shkëput në rezultat maksimal prej plus 13, 14-27, para se Batën Tuna të realizonte atë treshën e cila skuadrat i dërgoj në pushim me minus 10 pik për Niko Qirët apo e përsim prej 10 pikve për Golden Eagle Lullit. Po shkojmë me një pauzë 10 minutë para se të kthehemi në Minatori për të përcjellë edhe pjesën e dytë të kësaj ndeshje, në të cilën po përballën Trepça dhe Golden Eagle Lullit, që të dyat kanë sukses identik pas 3 gjirove të para, nga një fitore dhe 2 humbje, dhe atë fitoret i kanë realizuar të dyat kundër vllazënimit në 2 gjirot paraprake.